Irani zbuloi një poster gjigant në Teheran që tregonte presidentin amerikan Donald Trump në një arkivol pas thirrjeve për vrasjen e tij gjatë funeralit të udhëheqësit suprem Ayatollahut Ali Khamenei. Episodi ka rritur më tej tensionet mes Teheranit dhe Washingtonit. Në posterin e madh Trump shihet në një arkivol dhe mesazhe si "Vritni Trumpin" janë shkruar përreth tij. Posteri është vendosur në sheshin Engelab të Teheranit, në zemër të kryeqytetit iranian. Kjo vjen pasi Irani kërcënoi me hakmarrje për vrasjen e ish-udhëheqësit suprem të Iranit, Ayatollahut Ali Khamenei. Funerali i ish-udhëheqësit suprem u mbajt më nëntkorik, pothuajse 3 muaj pasi ai u vra në sulmet e përbashkëta të SBA-s dhe Izraelit. Në funeral, mbështetësit mbanin në duar pankarta të mëdha që bënin thirrje për vdekjen e Trumpit. Menjëherë pas funeralit, udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, përsëriti zotimin e tij për t'u hakmarrë për vrasjen e të Atit. Duke deklaruar se hakmarrja për vdekjen e babait të tij është një kërkesë kombëtare, ai tha se kjo me siguri do të realizohet. Edhe pse nuk e përmendi emrin e presidentit amerikan, Mojtaba u zotua t'i sillte vrasësit e babait të tij përpara drejtësisë, duke thënë se ata nuk do të lejoheshin të vdisnin në paqe në shtretërit e tyre. Pas kërcënimit të Mojtabës, Trump tha se ai ka qenë në listën e zezë të Iranit prej kohësh. "Unë kam qenë numri 1 në listën e tyre për vite me radhë", tha Trump në margjinat e samitit të NATO-s. 2 ditë më vonë, Trump tha se kishte dhënë urdhër për të shkatruar Iranin nëse atij ndodh diçka.